thonë me një nanë e malësore, dhe ajo në të periudhë me fjalë kur u zhduk baba, atë e kemi pas edhe nanë, edhe babë, edhe daj, edhe çdo gjë ka qenë bota për ne, ka qenë Zoti, dhe më thonë tokë, që. Si ja doli ajo që kaloj këto 4 vite me shumë sfidë, me shumë probleme, me shumë halle, po ka qenë një grua shumë e fortë, jo që ka qenë nëna ime, po njife, dhe më thonë. Ai ka qenë një vuthjane, malësore nga vuthejt, dhe më thonë që e ka sfidu jetën dhe problemet dhe ja ka dalë me shumë shka, dhe më thonë. Nuk s'ka pas për kraje. Vëllezërit e vetë ishin të arratisur në Shqipërinë atë kohë. Nuk ishte, dhe më thonë, mbështetje. Dhe ajo ka punu arabe me ditë pune për të na ushqyer ne. Ka dalë ne bjesh, ka mbledh bornica, dhe ato bornica i ka shit për të na ushqyer ne, për të na vesh, për të na math, për të na bler libra. Ta kuptoni, dhe më thonë, dhe nuk është thyr asnjëherë, nuk është dorëzuar asnjëherë. Dhe mosha saj, kur ajo ka met pa burr, ve me 2 djem, 2 vjeç, dhe më thonë, ka qenë 30 vjeç. Imagjinoni, dhe e ka sakrifiku jetën e vetë, rinin e vetë, të ardhmen e vetë, emocionin e vetë, dhe më thonë, për të rritë këta fëmijë, për t'i pru aty ku kemi mri dhe ku kemi ardhur. Bashkë me ju, pra me vllaun dhe nënën, ishte edhe gruaja e Axhës, e cila lindi në burg, në ato kushtet e asaj kohe. Lindi një vajzë, emri i së cilës është shumë i veçantë. I veçantë që ajo është diçka që shumë e ndjeshme mbi fjalë dhe prekshme, shumë emocionale. Në fakt, kur Axha jem u vra nga ODB, gruaja e Axhës ishte Shatzan. Dhe pas 3 javësh që ne ishim në burg, në një këshiq ajo lindi vajzën në birus në burg. Dhe nana ime i nejti gati si gru që ishte mi fjalë dhe i vuni emrin burg. Dhe ajo e gëzon emrin burg, dhe me tha me simbolikën e vujtjes edhe saj sakrifisës që ishë. E mbanë edhe sot këtë emër? Po, absolutisht, po. Sa ka qenë e vështirë për ju personalisht? Një moshë shumë të vogël dhe po e përsëris, nuk e di sa ke memorje nga ajo moshë, po besoj përjetimet janë ato që s'hiqen kur. Qa kujton saktësisht nga ajo kohë? Ajo kohë, në fakt, ndigjohet të shi, unë e kemi ra 2 vjeç. Absolutisht, dhe më thënë, po duke evoku me nanën ato situatat e vështira, çdo gjë mi fjala, çdo gjë është fiksu në çipin e trunit mi fjala dhe çdo gjë është e freskët. Dhe nuk iken ajo, ka shumë story dhe skena që mbahen men asaj kohë. Me majnë men, për shembull, ka ardhur kryqi kuq ndërkombëtar për të na vizituar dhe na kanë bërë foto me gjithë vllajën. I keni akoma? Po, e kam, edhe për kuriozitet e mora me vetë. Me të vërtet? Unë ta shohem? Po, absolutisht po, me shumë kënaqësi. E mora me vetë dhe më thonë është një foto që u bën 30, ja kjo është. Kjo është fotoja juaj dhe vllajit tënd Binjak. Po, ajo është foto në ka bë kryqi kuq ndërkombëtar dhe pastaj kur kanë ardhur herën e dytë, në vizitën e dytë, ja kanë shuar në anës Tins të kamp për mos me diktu gardianët dhe është ruajt me shumë fanatizëm kjo foto dhe unë ja e ruaj, kjo është